Trafikantë e karmës financiare. Çdo të thotë të kesh karmën financiare të skamjes, mos të tremni. Ky nuk është verdikt. Njeriu, edhe me një karmë të tillë financiare, mund të jetojë shumë mirë. Por, paratë për këtë person mund të jenë në portofolin e tij si në një stacion të përkohshëm. Pra ai mund të fitojë para, por njëkohësisht nuk kupton se si i firojnë ato. Me fjalë të tjera, burimet materiale nuk arrin të grumbullohen rreth këtij personi. Ai e ka të vështirë të kursejë apo të ruaj para për një blerje të rëndësishme. Mund ta ketë të vështirë edhe për të fituar para. Ai mund të ofrojë një shërbim ose një punë shumë cilësore, por jo detyrimisht do të di të kërkojë shpërblim të denjë për punën e tij. Për një arsye apo për një tjetër, personi mund të mos jetë i orientuar ose mund të mos di të marrë nga jeta shpërblimin e duhur apo vlerësimin e duhur për talentin dhe kapacitetet e tij. Rasti tjetër mund të jetë që personi të ketë një moskëkçarje dhe papërgjithshmëri të theksuar mbi mënyrën si i fiton apo i shpenzon paratë. Ai mund të mos ta di fare se në cilën kulet, në cilin xhep i ka futur paratë. Të kursej para për këtë person është gjë më e vështirë. Mund të ketë periudha të gjata në jetën e tij, në të cilat ai të mbahet financiarisht nga dikush tjetër. A mund të korrigjohet kjo karmë? Sigurisht. Na ndiqni.